4 vjeçar. A besoni se i realizojnë Zoti Kurti premtimet që i ka dhënë? Unë nga njëherë këto premtimet që i ka dhënë në atë rezumen kanë qenë do të bëjmë, gjithmonë do të bëjmë, por kur asnjëherë s'është përcaktuar. Kur do të përfundojnë. 4 vjet i ka mandat. Tani propaganda është propagandë dhe i takon këtë rast të gjitha palëve me bë propagandë për interes të vetin. Por mendoj që grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës do të kërkojë llogari një për një për premtimet që i bën për t'i realizu në ligjin e buxhetit dhe debatet do të jenë permanente në Kuvendin e Kosovës për të monitoru shpenzimet e buxhetit dhe për të monitoru qeverin se apo i realizon ato që i ka premtuar. Normalisht do të jemi zë i fuqishëm dhe zë kontrollues dhe mbikëqyrës normalisht për shpenzimet dhe për luftën kundër korrupsionit, të krimit organizuar. Dhe s'do aliti një gjë që zakonisht tek ne nuk preferohet flitet shumë në fushata, është çështja e dialogut me Serbinë. Zoti Kurti e përmendi në rezumen e tij se çfarë çështje do të ketë në dialog, thashë do të cilëm si dy shtete, mirë po përmendi se do të zbatoj 2 marrëveshjet, pra atë bazë të Brukselit dhe më pas atë që derivoj nga ajo marrëveshjen e Ohrit. PDK-ja ka kritikuar në vazhdimsi këto 2 marrëveshje, veçanërisht atë të Ohrit. Cili është pozicioni i PDK-s në këtë rast, pra sa i përket këtyre marrëveshjeve, çfarë çështje do të ketë? Ne kemi marrëveshjen e Ohrit, që po thënë ju, aneksin e Ohrit dhe kemi marrëveshjen e Brukselit. Në qoftë se duam të zbatojmë këto marrëveshje, ne kemi nënshkruar këto marrëveshje, ne kemi nënshkruar me Brukselin edhe me perëndimin këto marrëveshje, nuk i kemi nënshkruar që përplasemi me njëri tjetrin. Në qoftë se ne duam që të integrohemi sa më shpejt në proceset evropiane, atëherë do duhej që obligimet e marra ndërkombëtarisht të zbatohen prej të dyja palëve.